Ky aparatura e menaxhimit të apnisë së gjumit me që the është kronike dhe do shoqërusion jetësor pastaj, a është e shtrejt, a gjendet në Kosovë? Si pap? Si papi, tashti për fat keq më herët është gjetur, po për shkak është shumë çudi, po për shkak mungesës diagnostikimit. E kanë hek gatrego. Edhe kompania që ka pas sjell para disa viteve u tërheq. Me të drejtë, se s'ka pas pacienta, s'ka pas rrate. Është shumë çudi ju ka ardhur që pse mos me pas njerëz. Tashti kemi prapë, kanë ardhur aparatet, janë pak të shtrejta, sa i përket, po kur ta marr parasysh që ky është aparati shumë përvjetshëm, domethënë nuk është shumë me rëndësi, domethënë një aparat mund kushtoj deri në 1.000 diçka euro, po ky është për aparat cilin e përdor gjatë. Nuk ka diçka që duhet me ndru aty te aparati, filtera ose ku ta dijon medikamente që nuk janë shtrejta. Nuk janë shtrejta, mundet maska her pas here më dëmtu ose më ndru, një maske hunës ose nëse si përshtatet, për përndryshe aparatura si aparaturë. Domethënë ajo qëndron me vite, bilesh tash jashtë në perëndim e kanë avantazhin që kanë sigurimin shëndetësor. Edhe atje sigurimi shpesh, unë i kam edhe shoh pe familjarëve të mi, që shpesh i thret sigurimi, i thot hajde bjerë të vjetër me retriun. Domethënë, i ndrojnë çdo 10 vjet aparatin, ma të avant, ajo është elektronik, edhe dalin aparatet që janë ma të mirë, kanë ma pak zhurmë. A kanë zhurmë ata? Disa pe aparatet më të vjetra kanë pak zhurmë. Tash këto të reja që kanë dalë kanë shumë pak zhurmë, janë shumë përshtatshëm, nuk e thajnë ajrin. Domethënë, teknologjia ka përparu shumë. Që ta kthejmë pak në humor, partnerit që e duron duke kërhat të njëjtën, prapë e duroj ka zhurmë në është shumë zhurmë e lehtë. Është shumë zhurmë e lehtë. Nuk po liroj ka kurrë. Është për ato zhurmave të lehta, monotone që ma lehtë të kërhatja. Sa të ngjumë ajo. Kështu që është shumë e përshtatshme, është tash janë dalë të vogla, janë shumë përshtatshme, masket janë shumë të përshtatshme. Mirën edhe me vete. Më herët kanë qenë shumë më të mëdha. Se na po flasim për trajtim që ka filluar të vitet e fundit. Apo Domethënë 20 vitet e fundit që ka marrë aplikimin e më të madh. Deri nuk është. Nuk e kanë ditë si diagnozë. Nuk është përdorur, nuk kanë ditë. Tash i shpresojmë që në të ardhmen edhe zhvillohet edhe teknologjia dhe paraqiten ai ilaçe mirët edhe. Edhe që se përdorim aparatin.